Kadare bëri dy lëvizje. Një lëvizje pavarësisht pasallarët e kuqja ishte ai ke pasallarët, ai ishte të oborri, e shkrimtar oborri. Normalisht ai ka studiu në Moskë. Atje kur studion atje do firmosësh. Firmos edhe për të qenë i atyre. Por ai në fund fare i tha francezëve, shiko, vendin tim tha po shkon keq me këtë, çfarë mundësi e keni ta ndihmoni? Francezët kanë interesa këtu. I dini jo. Jo parku fotovoltaik, jo Republika Korçës, jo Serbia me Kosovën duhet t'i ndajnë këto e thrasin Albin Kurtin. Albin, ç'a kisha atje, ç'a desha atje? Atyre Macroni, kundër kujt? Kundër Trumpit. Pra, politikanët e ri në herë, Mario, nuk si themun, nuk i dëgjojnë këshilltarët e vjetër, se me zore gjeta këtë shprehjen. Këshilltarët duhen dëgjuar. Nuk i bjet me shqel NATO-s, planit Marshall për Europën. Se shfut në luftë SBA pikërisht për Europën.